Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: Njohja e familjes së Muhamedit është shpëtim nga zjarri. Dashuria për familjen e Muhamedit është leje kalim në urën e Siratit dhe ndjekja e familjes së Muhamedit është siguri nga dënimi. Hadithi gjendet në Yanabiul Mawadda, vëllimi 2 kreu 56, dhe në Al-Manaqib as-Sab'u li Ahli al-Bayt, pra 70 virtytet e Ahli Bejtit. Ky hadith përcjell një mesazh shumë të thellë shpirtëror dhe teologjik mbi rëndësinë e lidhjes me familjen e Profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, pra Ahli Bejtin. Hadithi na mëson se njohja, dashuria dhe ndjekja e familjes së Profetit Ahli Bejtit janë rrugë shpëtimi në këtë botë dhe në botën tjetër. Njohja e Ahli Bejtit nënkupton njohjen e pozitës së tyre të lartë, të diturisë, devotshmërisë dhe të rolit të tyre në ruajtjen e fesë islame. Dashuria për Ahli Bejtin është shenjë e besimit të sinqertë dhe afrimit me Allahun fuqiplot. Vilajeti, pra ndjekja dhe bindja ndaj Ahli Bejtit, është mbrojtje nga dënimi në jetën tjetër. Ky hadith i Profetit Muhammed na thret që besimi të mos jetë vetëm në fjalë, por të përfshijë dashuri, njohje dhe ndjekje të rrugës së Ahli Bejtit, të cilët janë udhëzuesit e vërtetë të ummetit pas Profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Shpëtimi dhe siguria shpirtërore kalojnë nëpërmjet lidhjes së sinqertë me Ahli Bejtin, paqja qoftë mbi ta.